Pyetja e radhës, sa duhet të largohem nga shoqëria ime e devijuar? S'ka dyshim më kupton se një prej hapave të parë për udhëzim çka është me zgjedh shoqërinë. Allahu dhul xhelal në Kur'an përmend edhe thot el akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. Në ditën kur dalin përpara Allahu dhul xhelal, miqt kanë më konën armiqt e njëri tjetrit. Miqt kanë më konë armiqt e njëri tjetrit. Pastaj vazhdon Allahu dhul xhelal thot illal muttaqun. Për plashtim që atyre të cilët janë të devotshëm. E nëse don që kur dalsh përpara madhinisë së Allahu dhul xhelal, që ata që e ke pas mik në këtë dunjë, dosh me zgjedh më kon mik i devotshëm. Ai që është mik i devotshëm, ai do thotë ka më kon mik i jot edhe në ahiret. Ama ai që ka kon mik i jot edhe nuk ka i devotshëm, ka më kon armik i jot. Për çka? Për atë arsye se ai që i pa devotshëm, kur dalsh përpara Allahu dhul xhelal, ki me dëshmu për ta, se je shoqënuti për ta. E kur dëshmoj çka, do thotë namazin se ka fal. A gjinë në për vendet e këqija, ashtë morë me punë të ndalume. Dhe thot ti deshte ki me dhonë përgjegje për para Allahu dhul xhelal. E kur t'japsh përgjegje për një mikin tanë që dhe thot akon në punë të këqija dhe dhe thot ka pas dhe thot vepra të këqija, atëre çka, ai dhe thot mohon armikja, thot pse ti po dëshmon për mua dhe thot këto vepra të këqija. E jo që kina me dëshmu për miqtë e tanë, po kina me dëshmu edhe për vetin tonë, ha? Kina me dëshmu do thot për vetin ton, për veprat e këqija të cilat do thot na e kina bë. Saqë do thot kam me dëshmu edhe lëkura jon, e kanë me dëshmu durtë tona, kanë me dëshmu do thot kam të tona. El yawma nakhtimu ala afwahihim, thot Allahu dhul xhelal, sot do thot do të jam mbyll me juve gojen. Wa tukallimuna aydihim, e kanë me fol do thot durtë tona. Wa arjuluhum bima kanu yaksibun, pa dhe kam të tënve çato gjona të cilat do thot ata i kanë punuar apo i kanë fitu. Ashtu që do thot kena me dëshmu edhe kundra vetit tonë, jo veç kundra shoqënisë. Por ata që do thot njeriu do të duhet më mundu që gjithmonë më konë në rreth të mirë. Se çai i cili është në rreth të mirë, do thot shpërblehet për atë shoqëni. Ama çai që është në rreth të keq, do thot dënohet për atë shoqëni. Ashtu që prej hapave të para të cilët do thot njeriu do thot duhet me i bë, kur don do thot me u drejtu ka herë dhe ka e mira, me ndru shoqëninë. E kur e ndron shoqëninë, do thot gjon shoqëni të mirë, ato do thot janë ndihmësa për me hez do thot përpara. E kur hesti përpara, atë do të më mundu që ato shokë të cilët do thot kanë met në rrethin e keq, me i nxjerrpi atij rrethit keq. Sikur shka e përmendëm që me ndihmu vllahun tanë në të mirë apo në të keq. E në të keq qysh, me shku me ka për dorë me thonë o vlla, nuk ka kjo rrugë e mirë, nuk je në vend të mirë, nuk je në situatë të mirë, edhe me largu do thot prej vendit keq. Çka do tamam, i cili do thot e ruan vllahun e vet edhe e nxjerr do thot pi situatave të këqija.